Nuk e kam problemin në materiale, bjen ai një dëshmi atje, është marrëdhënie pune sepse e sjell. Ai është i vetëdijshëm që duhet ta sjell. Esenca është te procesi. Procesi me fillu, me kon hapësira e mirë për kandidatet, por edhe me neve na u krijua një mundësi që në mënyrë koherente me pas vlerësime. Sot i vlerësojmë 5 vjet, mas 3 ditë me vlerësu të tjerat. Mani se kështu nuk bën. Një qenë arsye mund me pas, po kështu nuk bën. As nuk ka ndodh, as unë nuk isha leju për më ndodh. Me pas shumicën unë nuk isha leju. E ku më heq këtë komision herën e kalume, nuk kam leju një proces shkel e shkop. I mirë e i keq, nuk kem leju një proces. 5 ditë kemi hinë intervista, prej mëngjesit deri në mbrëmje e kemi kryer me dinitet, integritet. Kush fiton, ja po shtorojnë është vlerësimi i kuvendit Kosovës. E para interesi dhe qëllimi jemi si kryesues e këtij komisioni, anëtarëve tonë, të grupit tonë, po besoj të gjithë neve, për ne garantoj, po shpresoj edhe i të tjerëve, është që këtë proces ta përmbyllim me integritet, me sukses, por edhe me efikasitet. Në takimin e fundit u pajtua me propozimin tuaj që të fillojmë sot. Tash shohim propozime prej të tjerëve që të shtyhet tutje. Edhe ashtu, tash se lash deri në pikërisht, për shkak se po flasim para opinionit, Armen, lutem të ndëgjova deri në fund, mos më ndërprej në fjalë. Unë jam rregull. Të ndëgjova deri në fund. Jo jam rregull. Nuk të ndërpreva, të ndëgjova deri në fund. Tani jeni të nxjerr një temë tjetër. Qëllimi i jonë është, edhe synimi, që të kompletojmë bordin e RTK-s edhe do të vazhdojmë me punë. Ju ftoj të gjithëve që të jepni kontributin e juaj me punë edhe me kontribut në shqyrtim të dosjeve dhe në intervista. Edhe ashtu, do me thonë, do të filloj intervistimi të mërkuren, do të jetë pushimi prej pas ditës mbrëmje e kështu me radhë, edhe pastaj do të filloj ditën e nesër me tash, a fillon nesër apo pas nesër, edhe ashtu do të ketë një ndërprerje, kështu që nuk ka shumë kështu logjik kjo që po e thuni. Synimi jonë është ta përfundojmë punën, sepse është e rëndësishme. Pse nuk mund të shtyhet për javën tjetër? Sepse në seancë bashkarisht të gjithë ne, në seancën e së premtes, kemi vendosur që të hënë dhe të martën do të kemi punë komisionet funksionale. E kemi ligjin për sigurimet shëndetësore, ligji për byroën për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme dhe një varg ligjesh të tjera e tema që duhet të shqyrtohen në komisionet funksionale dhe komisionet e përhershme, sepse synimi jonë është që për shkak të bllokadës kaq të gjatë që ka pas kuvendi të jemi efikas në punë. Dhe tani do të vazhdojmë me planifikimin sipas mbledhjes. E para punë është pra që të dakordohemi dhe hedh në botim që të fillojmë me intervista ditën e mërkurë. Plani dhe synimi është që sot të vazhdojmë me shqyrtim të dosjes. Kush është i interesuar i gatshëm me vazhdu me punu, ju ftoj të qëndroni. Kush nuk është i interesuar, është punë e juja. Pra, ju lus që të hedhim në botim edhe një herë, fillojmë tani me shqyrtim të materialeve, listave edhe pastaj gjatë ditës administrata duhet të bëjë njoftimin e kandidatëve sipas radhës si e bëjnë të paraqitjes ose me të aplikimit ose me alfabet. Sa i përket metodologjisë edhe pastaj fillimisht apajtohemi për këtë, pra që intervistat të zhvillohen ditën e mërkurë me fillim në ora 9, komisioni takohet 30 minuta përpara në 8:30. Edhe vazhdojmë me intervista ditën e mërkurë dhe ditën e premte sipas njoftimit që ju bën edhe administrata për caktimit të rendit të kandidatëve. Ju ftoj që të deklarohemi me votim për këtë. Kush është për? Faleminderit. Kush është kundër? Faleminderit. Atëherë konstatoj që me 6 A ka abstenime? S'ka. 6 vota për, 2 kundër, miratohet propozimi që intervistat të zhvillohen gjatë ditës së mërkurë. 7 për, po më falni, 7 për edhe 2 kundër, asnjë abstenim. 7 për, 2 kundër, asnjë abstenim. Në rregull. Tash, pra intervistat, planifikojmë ditën e mërkurë, gjatë të ditës, takohemi në 8:30 komisioni, në ora 9 fillojmë me intervista. Ndërkohë që vazhdojmë ditën e premte përsëri prej orës 9. Propozojmë që intervistat të zhvillohen me gojë, ndërkohë që
propozoj që administrata të përgatit një bank të pyetjeve, po themi 70 deri në 100 pyetje, 50 pyetje. S'ka lidhje, ne t'i bojmë pak ma shumë pyetje të përgjithshme, ndërkohë që edhe të gjithë deputetët, nëse jeni të interesuar me sjell pyetje, mund t'i sjellni. Propozoj që pyetjet, a ka mundësi pak lutem Armend. Po mos fol me Albanin, nëse do me fol me Albanin, gjeni tjetër hapësirë. Propozoj që pyetjet të vendosen nga një pyetje e veçantë, të gjitha pyetjet të vendosen në një kuti, të gjitha pyetjet përfshi ato që mund t'i sjellni si deputet ose që i përgatit administrata, secili prej kandidatëve që merr pjesë në intervistë i tërheq pyetjet nga një box i pyetjeve ku janë të gjitha pyetjet, edhe bën përgjigjen me gojë në lidhje me ato pyetje. Ndërkohë që dakordohemi bashkë para fillimit të intervistave, nëse dojmë bëjmë ndonjë në pyetje cili do prej deputetëve në lidhje me pyetjet të cilat i kanë tërheq kandidatët. Në këtë linjë, mendoj që jemi korrekt kur përfundon pyetjet kandidati, i lënë veç, vazhdojmë me pyetjet tjera, edhe dakordohemi edhe e shohim si grup pra për pyetjet të cilat fillimisht i shqyrtojmë në takimin e mëngjesit para intervistave, por ndjehuni të lirë nëse keni propozime tjera në lidhje me pyetjet të cilat duhet ju paraqesim kandidatëve. Nëse jo, atëherë konstatoj që me konsensus vazhdojmë në këtë mënyrë. Në këtë pikë, nëse nuk ka çështje tjera në lidhje me këtë, intervistat po propozoj që të jenë nga 15 minuta për secilin prej kandidatëve. Do t'jenë nga 3 pyetje, ku ata mund t'jenë të lirë shtojnë edhe gjëra që konsiderojnë që janë të rëndësishme me i nda me komisionin, edhe ju lutem këtë pikë edhe stafit këtu në kuvent që të fillojmë planifikimin e ftesës së kandidatëve nga 15 minuta secilin prej tyre duke filluar prej orës 9 të ditës së nesërme. Faleminderit shumë, më pajtum për këtë pikë, i kisha lut mediat që të na, po, veç i kisha lut mediat që Armend, po shumë e shkurt kryetare 15 minuta. Po kupton, është tepër e shkurt. 3 pyetje, nëse a tha 3 pyetje. Po. Nëse 3 pyetje, edhe një nën pyetje ose 2 nën pyetje, është tepër e shkurt për një kanë, unë s'pëti, ai një ka dënë visa për syje faqe mi pruqe ta njerës që tu, a më jep mundësin për mu shprej me u deklarua. Sinqerisht e kam. Nëse keni vetë sa për me hi njëri me dal, atëherë 15 minuta, nëse si një për herë të parë në një proces, minimum 20 minuta pak janë për një kandidat i cili dënë me tregu vetën para 11 antarëve të komisionit, me 3 pyetje. Është minimum, është minimumit. A veç dhe sa të hene dele një në pyetje, dikush i merë 7-8 minuta. A për njerëz si s'folin përgjigjen po jo, janë mjaftueshme edhe 3 minuta. Faleminderit shumë Armend, ju keni qenë në këtë komision edhe përpara, ndoshta keni harru, ka qenë standardi komisionit që t'jetë 15 minuta gjithmonë, pra edhe kur ju keni qenë edhe përpara, po sigurisht pas këtë harru. Megjithatë, faleminderit mediave që ndëgjut, vazhdojmë, ju kisha faleminderit shumë të gjithëve, vazhdojmë me shqyrtimin e dosjeve. Faleminderit media. Është një detyrë një punë që administrata ka bërë edhe në konkurset e kaluara. Ata që kanë pas mundësi, unë për veti kam shiqu pak dosjet, prej të premtes edhe të shtunen, edhe të dielen, edhe dje. Disa ka pas ndoshta kohë, disa mund të kemë pas obligime tjera, s'kan pas kohë. Kështu që sot ne kalojmë përsëri te secila prej këtyre. Sa i përket kalendarit të ngjarjeve, sot është mbledhja e kryesisë në të cilën pritet që të mbahet seanca ditën e ejtë. Kështu që propozimi im edhe pastaj pas diskutimeve natyrisht vendosim bashkarisht është që intervistat të fillojnë të mbahen nesër edhe të vazhdojnë ditën e premte. Fjalën e ka kërkuar Bresha fillimisht, pastaj Timja edhe pastaj Emilia. Po faleminderit kryetare. Ne kemi pranu të premten gjatë kohës kur vetë se kemi qenë në seancë materialet nga administrata, dhe po mendoj që kemi pasur mjaftueshëm kohë të shqyrtojmë ato, edhe nuk besoj që është argument sot të thuhet që materialet janë voluminoze, nuk kemi arrit të shqyrtojmë ato dhe të kërkojmë afat shtesë, sepse
qëllimi është që ta përfundojmë si procedurë edhe jo të gjejmë arsye ta shtym tutje. Unë mendoj që prej momentit kur është miratuar përbërja e komisionit ad hoc në seancë plenare, kandidatët cilë kanë kandiduar për qenë pjesë e bordit RTK-s kanë qenë të vetëdijshëm që në çdo moment ata mund të ftohen nga komisioni për të marrë pjesë në intervistim. Prandaj nuk besoj që ka këtu nevojë për ndonjë afat tjetër shtesë, sepse secili prej tyre që e ka me të vërtetë kandidimin, besoj që është tashmë i përgatitur edhe po t'i thrasim sot gjatë ditës që të vinë këtu dhe të intervistohen prej anës së komisionit. Kështu që besoj që nuk ka ndonjë problem këtu. Ne jemi mbledh sot për t'i shqyrtu aplikacionet e këtyre kandidatëve, për të pa kush është në rregull me gjitha ato kritere që kanë qenë të përcaktuara kur ata kanë kandiduar, edhe për të vendosur për kohën e saktë kur secili prej tyre do të ftohet për intervistim në këtë komision. Dhe besoj që e mërkurja dhe premta janë dy ditë ideale, brenda se cilave ne mund ta përmbyllim këtë proces. Dhe unë pajtohem me deputetin Zemaj që po patëm nevojë për më shumë se kaq, edhe e shtunja mund të jetë opsionale, sepse fundja është në interes të vetë RTK-s që procesi të përfundojë sa më parë, sepse ne jemi të vetëdijshëm si po funksionohet atje, pra pa një bord me kompetenca të plota, dhe është e rëndësishme që procesit mos varritet edhe më tutje, po të paktën provojmë ta përfundojmë gjatë kësaj jave në mënyrë që procedohet tutje mandej në seancën plenare të javës që vjen. Faleminderit. Faleminderit. Shumë që unë e kom një listë për kandidat komunitete. Është veç një përparën, është veç një rubrikë për shembull që nuk kanë deklaruar se ku punojnë. Edhe ka qenë praktike komisioneve që stafi ndims me i kontaktu edhe me marrë një konfirmim, ti nuk mundesh me eliminu për shembull për një mos deklarim se ku punojnë. Se kanë deklaru, stafi i këtij komisionit ato ka obligim me i kontaktu edhe një herë dhe me marrë një konfirmim se ku punojnë. Do të thonë nuk mundem me eliminu nëse është një kolon, nuk mundem me eliminu. Vetëm të kuptu, pra ju po thoni që kandidatë që kanë aplikuar për bord, edhe nëse nuk i kanë sjell dokumentet sipas konkursit edhe sipas kërkesës, ashtu siç ka qenë para parë, pra ne kemi obligim të thrasim. Nuk po shkruan, po për shembull nuk dikun shkruan se kam sjell një certifikat lindjes. Ti më duhesh me u dhon kohë shtesë me sjell një certifikat lindjes, ose nuk e kanë shkruar ku punojnë. Mundesh me e marrë si konfirmim, me i ftu, me i thirr, me thonë ku punoni, se s'mundesh me eliminu ti për shembull për një dokument që so pasek. Avan se jemi tu veç pak. Jo, nësë na bë, po, e kështu unë po menoj, është tepër shumë, i ki 56 vetë, ti sot me konfirmu e këto, kur a laspi jep koti administratës për këto kolona, për shembull, me e thirr, për shembull, ko ka një ku shko? Qëla ku veqa, asi me thirë, pse me thirë, a punon dikun se nuk e ke deklaruar kur ke aplikuar për shembull për këtë bord. Ka qenë praktika, po ka qenë praktika komisioneve tjera. Ju keni punu në qëto komisione, kemi punu edhe na, ka qenë është praktik që ja vep mundësin kur administrata i thirë edhe i thot ju mungon, a e ki këtë dokument me i plotësu që mos me eliminu për shembull pa drejt. Po, faleminderit, kryetare, na kemi pas 3 ditë kohë. Administrata ka përgadit dosje shumë e bukur. Unë 3 ditë kom punu veç a veç krejt kandidatëve, edhe jam për një proces më shpejt, sa më shpejt për neve është më rëndësishëm me kry. Arpresh, faleminderit. Nga administrata më njoftojnë që tashmë të gjithë kandidatët të cilët nuk kanë pas mungesë të ndonjë dokumentacioni janë kontaktuar që t'i plotësojnë ato. Ndërkohë që ju lutem për 1 minutë ganimete edhe pastaj Armend edhe pastaj vazhdojmë me votim. Faleminderit kryetare, e mora për 2 arsye fjalën. E para u tha në mënyrë tërthorazi që nuk kam qenë unë në mbledhjen e kalume. Unë kam qenë në mbledhjen e kalume, po ju jeni vonu dhe në mënyrë demonstrative kam shumë mbledhjen, sepse kur ftohet mbledhja, du t'jetë prioritet mbledhja, edhe jo më nalo me prit ka 20 minuta. Dhe unë kam qenë në mbledhje, masi që kemi dalë na, ju e keni zhvillu mbledhjen, kur i keni kry punë të juja. E dyta, arsye, pse unë e mora fjallin, nuk i kemi pas 3 ditë, Emilia. Jo si kemi pas, Emilia, 3 ditë pune, jo më qëtu me ndilën e kam për veti. Vjen shumë keq, Edhe unë kam për ligji e përcakton saksisht, nuk ka asnjë urgjencë.
Kjo është gabimi që jeni të e bon. Kjo është tendenca juaj me i zgjedh këto borde shkele shkot. 3 ditë pune, e përcakton ligji saktësisht, 3 ditë pune, nuk thot shtune dille, nuk thot ditët e festave, sepse njerëzit planifikojnë me familjet veta me bo diçka. Edhe atë ditë deri 11 natës na kemi qenë në seancë. Na ka marrë materialet në përzyrët grupit parlamentar, na kemi qenë deri 11 natën në seancë, pikrisht duke bë nguti të tilla, duke u shmon nga procedurat. Bashkë kemi qenë seancë kryetare. Faleminderit zonja Musleu. Tash qytetarët nuk janë duke kandidatët nuk janë duke u ftuar në ditët e pushimeve të tyre, ndërkaq ne si deputet edhe në kaluarën kemi mbajtur seanca, është vetëm përgjegjësia jona, kemi edhe staf mbështetës, kemi persona që kanë ndihmu, disa që kanë arrit me analizu shumë mirë, të tjerë do të kemi kohë sot. Edhe unë nuk do të doja që edhe sot të vazhdoj me diskutime më gjatë me humbje të kohës. Deputeti Zemaj, 1 minutë edhe pastaj hedhim në votim propozimin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po mdoket si pak qëllimshëm po ikim esencës edhe korrekcisë së këtij procesi. Nuk ka problemi të shqyrtimi i materialit, sepse shqyrtimi i materialit e bëjmë tani. Fillimi i intervistës me një ditë, ndërprerja e intervistës, vazhdimi i një interviste tjetër është në kundërshtim me mbarvajtjen e një procesi të rregull. E para, sepse krijon pabarazi, krijon pritje në bazë të orarit, se jo të orës e honës edhe të diellit, po në bazë të një orari. E para, nuk mundesh një pjesë që tash po tregoj. Po ma bën pyetjen pse tash po ta jap mendimin unë çfarë po mendoj. Nuk ka ndodhur me një proces kur fillon procesi, lihen kandidat në 24 orë pritje edhe fillon procesi pastaj. Në këtë kuvend s'ka ndodhur, nëse dëshironi me kriju një precedent të ri e krijojmë, po nuk është në rregull. E dyta, pavarësisht këtë interesa çfarë i keni, se s'dashta me ngushtu politikisht. E hone, e martë, e mërkure, i caktojmë 3 ditë të rregullta pune, zotohemi me përfundu këtë proces edhe ja nisim tamam edhe e fillojmë një proces mirë edhe e përfundojmë. Po shkputja, fillimi sot me urgjencë, me thirr për të ejtën, po e ndërprejmë të ejtën, ndoshta edhe të premten ka seancë, edhe i kthejmë prapë njerëzit që duhet jemi në seancë, edhe ne i kemi komplet javën tjetër, nuk e di pse cili është esenca në 24 orëshi. Plus, edhe njëherë po them, për mua është primare, ne shqyrtojmë materialin, këtë rregull. Për mua është primare kandidati, ai që kandidon, integriteti i tij, dinjiteti i tij, respekti për procesin. Ne e patëm një proces ku ishim bashku në të për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. 25 anëtarë i patëm, 5 gati munguan, 2 ditë të plota. Do të thonë, na u desh një përkështu një procesi për 20 veta.